ndeshta veç një konstatim për publikun. Sa i përket KQZ-s, rezultatet kanë qenë vetëm gati javën e dytë pas ditës së zgjedhjeve, por për shkak të ankesave të shumta që ka pas në PZAP dhe në Gjykatën Supreme, ne kemi pas pa mundur të bëjmë shpalljen e këtyre rezultateve. Por sot bëjmë shpalljen dhe vazhdojmë me certifikimin për rezultatin e shpallur për kryetar komunave më herët. Atëherë në Prishtinë, për kryetar të komunës, pas numërimit, thotë ka rezulton se përparim Rama ka fituar 33.71%, Hajrullah Qeko 33.21%, Urani Ismaili 27.65%, Bek Berisha 3.12%, Besa Shahini 1.56%, Fatmir Selimi 0.24%, Merkur Beqiri 0.19%, Agim Krasniqi 0.17%, Lulzim Sylla 0.07% dhe Nadime Belegu 0.07%. Atëherë në ballotazh shkojnë përparim Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 35.595 vota dhe Hajrullah Qeko nga Lëvizja Vetëvendosje me 35.007. A bën veç pak më që ciu kisha lut? Okay. Në komunën e Junikut, Rushdi Shehu me 48.89%, Agron Kuqi 38.88%, Jetmir Tofaj 11.80% dhe Fatos Shala me 0.23%, ashtu që Rushdi Shehu dhe Agron Kuqi shkojnë në ballotazh. Dhe në komunën e Mamushës, Abdul Hadi Krasniq me 49.80% dhe Fikret Morina 48.83% dhe Agron Mazreku 1.37%, ashtu që në ballotazh shkon Abdul Hadi Krasniq dhe Fikret Morina. Atëherë, a ka dikush diçka lidhur me këtë rezultat? Nëse jo, e hedh në votim kush është për. Atëherë me 10 vota për, shpallet rezultati për kryetar të komunën në komunën e Prishtinës, Junikut dhe Mamushës. Vazhdojmë me shpalljen e rezultatit për kuvende komunale. Një njoftim të shkurt, sot nuk do të mund të shpallim rezultatin për komunën e Drenasit, për kuvende komunale, për arsye se ende është një ankesë në Gjykatën Supreme për të cilën pritet vendimmarrja. Andaj me rastin e pranimit të vendimit nga Gjykata Supreme dhe varësisht prej vendimmarrjes edhe KQZ-ja do të vepron. Atëherë vazhdojmë në komunën e Deçanit, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 50.66% me 11 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 27.46% me 6 ulse, Iniciativa Demokracia 10.90% me 2 ulse, Lëvizja Vetëvendosje 5.04% me 1 ulse, Partia Social-Demokrate 3.95% me 1 ulse. Në Gjakov, AAK 32.35% 11 ulse, Lëvizja Vetëvendosje 18.39% me 7 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 12.87% me 5 ulse, Partia Demokratike e Kosovës 15.10% 5 ulse, Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës 10.59% 4 ulse, Alternativa 3.48% 1 ulse, Partia Liberale Egjiptiane 1.69% 1 ulse dhe e vërteta 1.90% me 1 ulse. Gjilan, Lëvizja Vetëvendosje me 38.19% 13 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 29.18% 10 ulse, Partia Demokratike e Kosovës 14.26% 5 ulse, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 6.54% me 2 ulse, Kosova Demokratik Tyrk Partisi 2.02% 1 ulse, Gudzo 2.20% 1 ulse, Lëvizja Qytetare Vatra 1.74% 1 ulse, Srpska Lista 2.56% 1 ulse, Bashkimi për Ndryshim Ana Morava 1.73% 1 ulse. Në Fushë Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje 34.12% me 10 ulse,
Lidhja Demokratike e Kosovës 29.01% me 9 ulse, Partia Demokratike e Kosovës 19.92% me 6 ulse, Zëri i Drejtësisë me 2.61% 1 ulse, Partia Liberale Egjiptiane 4.47% 1 ulse, Srpska Lista 1.67% 1 ulse, Alianca për Armërinë e Kosovës 1.97% 1 ulse, Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës 3.10% 1 ulse dhe Nisma Socialdemokrate 2.18% me 1 ulse. Në Mitrovicën e Jugut, Partia Demokratike e Kosovës me 20.24% 13 ulse, Lëvizja Vetëvendosja 22.86% 7 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 12.08% 4 ulse, Guxo 12.81% 4 ulse, Forca Diasporës 1.92% 1 ulse, AKR 3.57% 1 ulse dhe Nisma Socialdemokrate 1.77% 1 ulse. Në Lipjan, Lidhja Demokratike e Kosovës 27.52% 16 ulse, Partia Demokratike e Kosovës 30.98% 10 ulse dhe Lëvizja Vetëvendosje 15.75% me 5 ulse. Në Pej, Lidhja Demokratike e Kosovës 39.96% 14 ulse, Alianca për Armërinë e Kosovës 20.78% 8 ulse, Lëvizja Vetëvendosje 20.65% 7 ulse, Partia Demokratike e Kosovës 10.97% 4 ulse, Bošnjačka Stranka Kosova 2.28% 1 ulse dhe Partia Liberale Egjiptiane 1.94% 1 ulse. Në Podujev, Lëvizja Vetëvendosje 23.32% 15 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 35.43% 13 ulse, Partia Demokratike e Kosovës 10.67% me 4 ulse, Guxo 3.81% 1 ulse, Unioni i Bllakëshorëve 2.66% 1 ulse dhe Alianca për Armërinë e Kosovës 2.40% me 1 ulse. Në Prishtinë, Lidhja Demokratike e Kosovës 29.10% 15 ulse, Lëvizja Vetëvendosje 21.88% 12 ulse, Partia Demokratike e Kosovës 22.24% 12 ulse, Alianca për Armërinë e Kosovës 10.02% 5 ulse, Lidhja e Prishtinës me 7.24% 4 ulse, Guxo 2.07% 1 ulse, Partia Socialdemokrate 2.67% 1 ulse dhe Nisma Socialdemokrate 2.31% me 1 ulse. Për ratimin për shpalljen rezultateve përfundimtare. Atëherë me 10 vota për, shpallet rezultati për kuvende komunale në komunat e Kosovës për zgjedhjet lokale 12 tetorit. Vazhdojmë me pikën e radhës se kemi certifikimin e rezultatit për kryetarët e komunave që shpallën javën e kaluar. Këtu pilëzoj vetëm 2 kandidatë që shkojnë ballotazh dhe ata që kanë fituar. Atëherë, pasi që shpallja e rezultatit për 35 komunat e shpallur e javën e kaluar është bërë plotfuqishme, të gjitha ankesat janë vendosur nga PZAP dhe Gjykata Supreme. Fillojmë me rend, bëjmë certifikimin e rezultatit në Deçan. Fitues i zgjedhjeve për kryetarët komunës është Bashkim Ramosaj me 50.98%. Në Gjakov, në ballotazh shkojnë Ardian Gjini me 47.53% dhe Ardian Gola me 31.89%. Në Glogovc, fituesi i zgjedhjeve është Ramiz Ladrovci me 52.02%. Në Gjilan, në ballotazh shkon Alban Hyseni me 49.80% dhe Arber Ismaili me 34.99% të votave. Në Dragash, në ballotazh shkon Bexhet Gjeladini me 45.62% dhe Shaban Shabani me 28.05%. Në Istok, fituesi i zgjedhjeve është Ilir Ferati me 59.06%. Në Kaçanik, në ballotazh shkon Sabedin Vishi me 39.61% dhe Jeton Roka me 37.94%. Në Klin, në ballotazh shkon Zenun Elezaj me 48.47% dhe Sokol Bashota me 35.41%.
Në fushë Kosovë, Valon Prebreza shkon në ballotazh me Besnik Osmanin, Valon Prebreza me 45.15%, ndërsa Besnik Osmani me 36.66%. Në Kamenic, fituesi i zgjedhjeve në raundin e parë është Kadri Rahimaj me 51.39%. Në Mitrovicën e Jugut, në ballotazh shkon Faton Peci me 47.94% dhe Arjan Tahiri me 47.57%. Në Leposaveç, fituesi i zgjedhjeve është Zoran Todić me 73.28%. Në Lipjan, fituesi i zgjedhjeve është Imri Ahmeti me 51.02%. Në Novobërd, fituesi i zgjedhjeve është Sasha Milošević me 61.54%. Në Obiliq, në raund të dytë shkon Gjafer Gashi me 26.20% dhe Halil Thaçi me 24.27%. Në Rahovec, në raundin e dytë shkon Smajl Latifi me 37.18% dhe Ali Dula me 23.93%. Në Pej, në raundin e dytë shkon Gazmend Muhaxheri me 26.25% dhe Taulan Kelmendi me 27.78%. Në Podujev, fituesi i zgjedhjeve është Shpejtim Bulliqi me 53.67%. Në Prizren, Shaqir Totaj, në raundin e dytë shkon Shaqir Totaj me 21.45% dhe Artan Abrashi me 30.39%. Në Skënderaj, fituesi i zgjedhjeve është Samil Ushtaku me 83.36%. Në Shtime, fituesi i zgjedhjeve është Qemal Aliu me 50.46%. Në Shtërpc, fituesi i zgjedhjeve është Ivica Tanasijević me 59.13%. Në Suarek, në raundin e dytë shkon Balik Muharemaj me 45.42% dhe Ardian Shala 31.32%. Në Ferizaj, fituesi i zgjedhjeve është Agim Aliu me 56.47%. Në Viti, në raundin e dytë shkon Sokol Haliti me 38.01% dhe Arsim Ademi 33.46%. Në Vushtri, në raundin e dytë shkon Ferit Idrisi me 45.24% dhe Suliman Meholli me 30.81%. Në Zubin Potok, fituesi i zgjedhjeve është Miloš Perović me 70.57%. Në Zveçan, fituesi i zgjedhjeve është Dragi Shamilović me 84.99%. Në Malishev, fituesi i zgjedhjeve është Ekrem Kastrati me 52.50%. Në Hanën e Elezit, kemi Mehmet Ballazhin, fitues të zgjedhjeve me 51.26%. Në Graçanic, fituesi i zgjedhjeve Novak Zhivić me 62.57%. Në Raniluk, fituesi i zgjedhjeve Tanja Antić me 71.11%. Në Partesh, fituesi i zgjedhjeve Dragan Petković me 89.91%. Në Klokot, në raundin e dytë shkon Božidar Dejanović me 21.38% dhe Srećko Spasić 31.23%. Dhe në Mitrovicën e Veriut, fituesi i zgjedhjeve është Milan Radojević me 60.09%. A ka dikush diçka lidhet me këtë? Nëse jo, e hedh në votim kush është për certifikimin e rezultatit përfundimtar. Atëherë me 10 vota për, certifikohet rezultati për 35 komunat për kryetarë të komunave.